Në studio është Power to HR. Në studio me mu është Arion Rizaj dhe Valton Ajeti. Arion, mirë se erdhe. Mirë se ju gjatëm. Faleminderit për ftesën. Që na ndëgjojnë, Arioni është mbrapa Kosova Job. Kosova Job e di që njohin gjithë, kështu që Arioni është themeluesi Kosova Job. Faleminderit. Dhe Valton Ajeti, mirë se erdhe Valton. Faleminderit Edita, mirë se u gjeta. Valton, ti me sigurime shëndetësore. Na me krejt sigurimet. Sigurime shëndetësore na I kem specialitet. A ka boll njerëz që kanë sigurim shëndetësor në Kosovë, ani që se kemi të rregulluar me ligj? Po, shumë. Shumë, sidomos njerëzit që e dojnë shëndetin ose I rrin vetit gati familjes vet, ka shumë. Mirë shumë. Por arsyeja që u ftova sot në studio është një summit që u fal shumë për të, u diskutu, doshta me ditë çka ke Power to HR, se u bo shumë zhurmë, patëm shumë mysafir në Prishtinë, Arion. Çka ishte Power to HR? Power to HR është një summit ose një organizim në cilin mundohemi mbledh njerëzit prej krejt Kosovës, prej krejt rajonit edhe m'ju jap një hapësinë ku mundën mi shkëmby idejat, mi ndo edhe gjitha kjo realizohet në bashkëpunim me krejt njerëzit e Evropës që I bim Kosovë për me ndohë një huri. Çka nën kupton kjo? Power to HR tash është viti 4 që organizu. Kemi pas folës ndryshëm të industrisë së burimeve njerëzore, të marketingut, biznesit, njerëz që kanë mbrit diçka në jetë dhe kanë ardhur me ndonë një huri të tyre me neve. Kur po flasim për njerëz që reprezentojnë organizata të mëdha si OpenAI, ChatGPT, Amazon, Booking, Bosch, BMW, brende mbi 110 spikera të ndryshëm janë konë që kanë ardhur në Kosovë. Na kosovarët zakonisht paguajmë me shku në për samite jashtë, që qëllimi kësaj here patëm çka në qoftë se na e bim Evropën, rajonin edhe botën në Prishtinë. Edhe po besoj që ja kemi dalë edhe e kemi mri një pjesë një misionit ku Prishtinën e qesim në hartë. Na si Prishtinë, si Kosovë jemi shumë paragjykuar. Edhe e diskutuam më herët që shpesh para se mi sjell spikerat prej vendeve të botës e paragjykojnë pak Prishtinën, Kosovën. Kam pak hezitim, po në momentin që vijnë e shohin që Prishtina është një vend fantastik. Është tjetër nga ajo që e kanë. Është një botë më ndryshe, edhe po besoj që edhe feedbackun që kemi marrë prej gjithë këtyre spikerave, prej gjithë këtyre njerëzve ka qenë fantastik. Edhe na ka jep një motiv tepër të madh. Ju jeni bashkë me Valtonin që 4 vite në organizim, apo kur është bashku Valtoni? Unë në vitin e dytë, ku më fillu me mbështet Arionin. Ky ka qenë viti më I mirë. Ky ka qenë viti më I mirë, se mu duk që zhurma kur po them në aspektin e mirë, që u fal shumë për Power to HR. Unë kisha thonë që në rajon nuk ka summit më të madh. Arioni ka bërë diferencën, javë ka dhonë njerëzit mundësit, sidomos gjenerata të reja, njerëzit mu eduku, mu avancu me hes në hap me botën. Këtu ka në mundësia, sidomos për biznesit që dojnë mi përkra njerëzit e tyre, se vlerat më të mëdha të na jo njerëzit. Edhe në tash, këtu e kam pas mundësin me po qysh mu avancu biznesit, korporatat, llojet të ndryshme, që njerëzit e tyre mi pas në hap, se nuk po kanë mundësi me shku në për këtë botën mi Arioni I ka pru këto. Sa është sfiduese folësit me I sjellën në Kosovë, Arion? Të gjitha këtyre platformave të mëdha në botë. Tash, veç sa për me jep një ide konkrete, kur kemi organizu Power to HR-in për herën e parë, në 2023-ën, I kemi pas vetëm 300 pjesëmarrës. Pastaj në vitin e dytë 370, vitin e tretë 800, si vjet kanë qenë mbi 1600, që kallëzën që në botën e AI-it, sa më shumë po zhvillohet teknologjia, njerëzit pe hupin lidhjen me njëri tjetrin, e summite të tilla janë shumë të rëndësishme për njerëzit me mujt mu bo bashkë. Spikerat ka qenë vështirë vitin e parë, dytë edhe tretë. Mbi 1000 folës pjesëmarrës ishin të interesuar, të rinis tonë edhe të bizneseve të ndryshme, gjenerata të ndryshme. Ka pas edhe rini, po Power to HR I targeton shumë njerëz që e profilizum. Të profilizum pikërisht. Ndërsa sa ka qenë vështirë me sjell spikerat, gjithmonë është sfidë. Qëllimi jon ka qenë me sjell brende të mëdha botërore.
do thotë që kjo ka qenë qëllimi kryesor dhe nuk është lehtë sepse kanë kërkesa, kanë kritere. 3 emra që ishin shumë interesant për Kosovën aty prezent. Mendoj që njerëzit ndër bizneset që janë reprezentuar është ChatGPT-ja, që ishte dikush prej ChatGPT-s. Ai tregove që na ato i bë detyra të shkollës me. Po, mos i bëni. Mos i bëni me mësu, po. Mësoni lëni ChatGPT. Për shembull, emër interesant ka qenë Fatos Ismaili që punon në Microsoft, është njëri ndër arkitektat kryesor të AI-it, technical architects, që e ka bë pjesën që funksionon AI-i. Microsoft është një shqiptar shumë i mbrim. Pastaj Hana Cakuli, të cilët e njohim Hanën për shkak se në një kohë të saj ka qenë këngëtare hala vazhdon, është mike e radarit. Hana punon në Amazon dhe është jashtëzakonisht e suksesshme. Jonika është një shqiptare tjetër që është një shqiptare e parë punësuar në Google. Pej San Francisco ka ardhur në Power to HR. Do thotë jena mundu përveç emrave të mëdha ndërkombëtar me sjellë edhe emra të mëdha shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë dhe thjesht kanë mri diçka. Pyetjen e parë Fatosit që ja kena bë, Fatos qysh mrive prej Kosovës me shkuën Londër edhe me marrë një pozitë që rankohesh me nivelin ekzekutiv të Microsoftit. Do thotë është e mundshme dhe që kjo ka qenë qëllimi për neve që me kallëzu që gjithçka është e mundshme, një ëndër nëse dikush e ka është e mundshme mu realizu. Edhe me mujt çdo eksperienca me i ndapi me njëri tjetrin edhe me mujt. Po pyetjet e pjesëmarrësve ishin interesant. Patjetër po. Do thotë normal gjithmonë ka shumë skeptik, ka shumë njerëz që nuk besojnë, po ka gjithmonë njerëz që besojnë shumë. Ç'a mendon se një pjesëmarrës mori prej summitit dhe ç'a mundet më apo hajrin? Mendoj pyetjen më të shpesh që e marrin për momentin njerëzit ose që e kanë njerëzit është a ka më zaventu teknologjia. Po. Edhe i rezistojnë teknologjisë, se i rezistojnë AI-it, inteligjencës artificiale, krejt. Mendoj që njerëzit kur kanë dalë prej summitit kanë mujt me kuptuar që hala faktori njeri vazhdon të mbetet i pazaventueshëm. Edhe në qoftë se e kemi riskun që dikur një punë teknike ka më na zaventu pe AI-it, është ndoshta momenti me mendu që shumë më mu avancu. Që shmojën e me u riprofilizu, që shmoj me investu në vete, me mësu diçka dhe me përqafu teknologjinë, sepse në fund nuk mundemi me rezistu. Në fakt, une Hekuranin, kër e kom pas studiu shumë vite për para, ndoshta në kohën e pandemisë, kur andolin, e kishim këtë diskutim, tha, ne duhet përshtatemi ashtu si që u përshtate me telefonin, që në fillim kur erdhi telefoni mobil, ka qenë shok për shoqënin, por tash është i domosdoshëm. Njëri duhet më u përshtat. Valton, në çfarë forma mbështetet ky Power to HR? Po, Power to HR si sa më tash kur për shohim. Po flas për bizneset në Kosovë. Çfarë mbështetje duhet bër që me i sjell një summit Kosovës si kë për gjithë neve? Po, shumica bizneseve në këtë rast na kemi përkrah në tona format. A më kupton, si prezant, si anën financiare, si gjitha. Por kjo ju ka mundësu njerëzve mi po sanat sakt. Se për shembull në kompaninë tonë jemi vetmja kompania në rajon që njerëzve javë kemi lehtësu me AI me punu. Ju jeni Eurosigu? Po. Okej. Edhe me kompaninë e juj punoni me AI? Po. Po atë kanë ndihmu me pas lidhje, me njoftu njerëz të ri, sa njerëz i njoftove si mak konkret? Unë aty kum taku qatë shumë biznese, sa që besoj që nuk më isha me besu çfarë mundësish kum pas. Atë personalisht edhe produktet e tona, sidomos me sigurimin shëndetësore, jena mundu me ja ofru, po qatë shumë bizneset mëdhaja, të sinqerta, financiarisht mira, derisa kanë ardhur ato e kanë po, çka do të thonë ky summit, atëherë unë po them diçka që është. Pra Arion kemi pas bizneset interesume për zhvillim. A ka pas menaxhera apo drejtor, pronar? Ka pas menaxhera, drejtor, pronar, janë kon mbi 860 biznese. Do thotë ky numri që kanë mbi 1500 njerëz që kanë qenë pjesëmarrës. Veç bizneset jo biznese, do thotë shumica janë biznese ose nëse s'ka mujt një pronar me ardh e ka dërgu stafin. Edhe mendoj që kjo është shumë e arsyeshme sepse bizneset në ditë sotit sa më vështirë që bëhet rekrutimi, sa më vështirë që bëhet me gjetë njerëz. Qash ma shumë fillojnë edhe bizneset mu vedjesu me implementu strategji për mi tërhek edhe mi mbajt njerëzit. Na me Valtonin gjithmonë e flasim pjesa sigurimeve shëndetësore, sa është interesant. Dikur ka qenë ndoshta një benefit, sot është një domosdoshmëri, sepse gjithmonë qëllimi është ekipit mi abo ambientin sa ma të mirë me investu në strategji, me investu në njohuri, që njerëzit me mujtë mi qu për para, dhe pikrish mendoj që kjo është arsyeja pse Power to HR është organizuar, ndërsa pjesa e Valtonit dhe Eurosigut
edhe shumë mbi 38 partner tjerë të cilët I kemi pas në summit, për neve janë të rëndësishme sepse pa ata nuk kishim mujt me bu. Sigurisht, është I kushtueshëm kjo organizim. Është jashtëzakonisht I kushtueshëm, po përkundër që është I kushtueshëm, sa do le të kushton, na e kena që qëllim edhe kena mja dal. Qëllimi është mi mbledh njerëzit bashkë, mi jep një platformë, një hapësirë me shkëmbyer ideja. M'la përshtypje shumë Arion aplikacioni juaj që ti kishe mundësi me shkarku aplikacionin, me tregu kush je pozita edhe kompania që përfaqëson, pastaj kishte njerëz të tjerë të bizneseve që mund të interesohen për ty, çojnë mesazh, lojnë një takim brenda summitit me ty. Por edhe I përcjella notification kur ishte dreka, ishte I kemi mbajt njerëzit angazhuar me një Aty ishte edhe ushqime, edhe me pije, edhe gjithë organizimi ishte mos me dal fare prej AMC-s. Mos me dal. Tash imagjino kur hin në AMC kur ki hi, na e kemi ritransformu komplet. Jon kon 3 stage-a. Një stage është hapësirat ku folësit kanë dalë dhe I kanë bajt sesionet e tyre. Çdo 20 minuta në secilin stage ka pas sesion tjetër. Tash imagjino 3 stage-a, çdo 20 minuta Jon kon bën 110 speakera. Në katin e dytë kanë qenë 2 masterclassa. Donika Joni ka prezantuar mbi 110 speakera. Një pjesë të madhe të speakerave ka pas Donika një stage që ka vënë punë. Lodh çike mbi Arion. Po lodh vesh. E ka ndjenjë. Nuk e. Domethënë nëse dikush e bën çat punë mirë është Donika. Veç I thu puna e marr. Pikërisht. E pa app, mos me pas qenë shumë edhe foton që e kishte aty si prezantim. Mos me pas qenë pjesa e aplikacionit, njerëzit kishin hub. Do thotë pa aplikacion aty nuk mundesh sepse është agenda, ki ditë gjithmonë në cilin stage çka po ndodh, çka më përcjell, kush janë folset, edhe më e mira është na shqiptarët jemi pak të ngurt kur vjen te pjesa me urrjetizuar me njëri tjetrin. Nuk shkojmë veç mi ndërhyj dikujt në muhabet me apo. Unë jam sakt. Edhe qysh me thy akullin ka qenë pjesa aplikacionit. Që m'ja jap mundësi njerëzve, e sheh për shembull Valtonin, I shkruan Valtonit, e lëni takim edhe shkon takosh me ta dhe rjetizosh edhe bën biznes. Unë shansën për vitin e ardhshëm se humbi, çdo që bëhet do të vi, por tregomni a keni filluar organizimin me mendu për vitin e ardhshëm ose emrat, I keni në listë kush nuk erdhi si vjet më pas vitin e ardhshëm? A din çka është sfida mas çdo Power to HR-it, bile me Valtonin më herët e folshëm, rritet niveli pritshmërisë. Çdo vjet pritet më shumë pineve, kjo e bën punën tonë edhe të vështirë dhe të bukur. Se na shtin me dal jashtë komfort zonës, edhe në asnjë vjet nuk e kemi organizuar në njëjtën formë që kena organizuar vitin paraprak. Kështu që njerëzit prej kur përfundoi Power to HR javën e kaluar, hala më shkruajnë mua dhe kolegëve çka doni me bëma ndryshe, çka kështu çka. A me fshi aplikacionin ajo? Jo. Duhet me baje se kam do dal. Ndoshta edhe bashkë me Donën me marr një stage me udhëheq. Faleminderit shumë. A bënu në më si pjesë marrëse. Ishtin radar me E ditën kena me dënu për shkak si s'ka ardhë. E kjo do t'jetë të shtandi unë, do t'jetë mësafire, edhe do t'i pret gjithë njerëzit që s'mujnë me taku e ditën, atë mu konektu me e ditën. E para, e dytë Arion, zyrtaresht, na, si Euroseko, se si Valton, komi do ftesat për Radio Dugagjinin, televizionin, ekskluzivisht për këta VIP posat, deri sa persona këta dojnë. 10, 20, 50. Për vitin e ardhshëm i ditë. E ditë për dyshet Dugagjini, Eden ka qenë një partner joni shumë I rëndësishëm medial edhe na kanë përcjell në çdo hap, do të thotë prej kur kena fillu pjesën e organizimit të summitit, gjatë summitit edhe pas summitit, edhe mendoj që vetëm me partnera të tillë mundemi me bë këtë jehonën e madhe që le ta kuptojnë gjithë rajoni pse Power to HR-it thojmë është summiti më I madh që organizohet në rajon. Edhe me të vërtetë është, do thotë në rajon në këtë industri në botë Arion ka summite që gjenerata të reja e të moshume nuk lojnë summit në botë pa ndjek. E kur e kem Prishtinë mos më shku është edhe më shme, kështu që mu po vjen shumë mirë që kësaj herë mori ka shumë jehon. Edhe rastin ata që humbëm, ne që humbëm kësaj herë se humbim vitin ardhshëm. Vetë kritik. Jem të fol me za. Tu mendu me za. Edhe një pyetje për Kosova Gjaba Arion, se është shumë interesant për ata që na ndëgjojnë. A ka punëtor? Ka punëtor. Që luten mos me him punë? Ka dhe ata që luten mos me him punë. Po shpresoj që do të vjen dita kur nuk luten për mos me him punë. Mendoj që ka punëtor, po sa është një pagë që e kërkon një punëtor dhe I thot punës po në Kosovë. Gjithmonë varet në cilin qytet jeton, edhe çfarë pune don me bë, po unë mendoj që më e rëndësishme se paga
është me fillu, me punu. Jo, na këtë e dim gjithë, por kërkesa e një punëtori është sot parimisht paga. Parimisht është... Dhe çmime, kjo rritja e çmimeve ka lëviz bukur shumë edhe pagën. Edhe me të vërtet i kuptoj njerëzit që dojnë me rrit Ani që një pyetje tjetër, sa janë pagat që i ofrojnë bizneset Kosovagjo për punëtor? Edhe në për qytet edhe në Prishtinë. Mendoj që pagat dallojnë prej qytetit në qytet edhe shohim diferencë të mëdha, gjithsesi lidhet edhe me pjesën e kostove, po më mendoj që në Prishtinë po të paktën një pagë, po tash njerëzit kanë më kop, jo kështu, jo ashtu, paktën mendoj. Jo, një mesatare, ti mos e merr të pagë 600-700 euro nuk është vështirë me jetu, sidomos në qoftë se nuk ki shtëpi ose familje në Prishtinë dhe vjen jeton me qiro edhe ki shpenzime tjera. Pra, bizneset Kosovagjo ofrojnë paga 600-700 euro me gjithë punëtor. Në Kosovagjo neve nuk na paguajnë 600 euro. Absolutisht, paga që i ofrohet punëtorit. Po, është prej informatave që i kemi edhe në rroga.com, është platforma parë në Kosovë që të kallëzon për paga sa paguhet një pozitë. Mesatarja duhet jetë dikur rreth 800-900 euro, në qoftë se i merr dhe i gjykon konkurset që janë aktive dhe sa është paga. Edhe pse është në formë shumë dinamike ndron, sepse A ka shumë vende të lira në Kosovagjo? Mbi 500 konkurse janë të hapura, reprezentojnë mbi 2-3.000 pozita. Edhe mendoj që kur s'kemi pas ma shumë konkurse se që tash. Sa më ti je Arjon? Si mi pas ti 60 vjetë, po je i ri. E Kosovagjo ka shenë. Faleminderit shumë që ishit. Ke shumë knatësi mi pas studio, Valton. Faleminderit shumë, Arjon. Faleminderit shumë. Ishte shumë knatësi. Mishte mi profesionist, lidere, ekspert nga rajoni e Mëgjër, mblodhen disa ditë më parë në Prishtinë, ku diskutuan për të ardhmen e punës, inovacionit dhe teknologjisë. Krejt kjo u bon kuadër të summitit Power to HR, ishte me ne Arjon Rizaj dhe Valton Ajeti.